Kishe pyet ku o Luli, e? Ja me ku e ke Lulin? Me Oriola Pampurin, me Demokratët e Euroatlantik, në Alidem jemi. Takim për zgjedhjet. Sot kam qenë Shkodër, dje në Tiranë me kandidat tjerë. Këtu jemi më Rame. Po ti ku je më Rame? Më kanë thonë je fut me i Bodrum. Edhe thret njerëzit ju bo rreshtore aty. Ku je më Rame? Ja ku e Luli. Ec më Rame, dil nga Bodrumi. Mos rrini Bodrum, pse ke frikë më Rame? Hajde dil në debat tamam, jo të i bo rreshtore varësve tu. Po prapë për gjumë është ti mër burë. Po si mër pyta unë për ty, kur ti më qove video. Vetë ma qove, o Rame ku je, o Rame ku je, i madhje. Ti në listë hapur, i fortje, bravo, po i shalë për ta beson njëri këtë, atë halga mu, mër lull. Nuk i kupton do ti ata që si zë gjumi, jo, që të themun ty. Ti ke lind me këmish nade, mërla. Është i dashuruar gjumi me ty, nuk të ndahet, kurse una nuk ndo hiq gjumi, jo. Dua Lulin, thot, dua Lulin. Është dhe për qarë, thonë sa dhe për qeshër. Unë them që s'vetëm për qeshër. Kë pjesë ka filluar një sturi shumë e bukur, ka filluar një rilindje, në një kuptim tjetër, një dimension tjetër, dashurie midis Bashës dhe Ramës, por, me sa duket këta të dy, po i japi një lloj note më të gëzueshme zgjedhjeve. Pra do më thënë, në fakt, doktori nuk po di si të përshtatet. Do më thënë, mundohet të thotë gjëra, pse qesh ka mu që, mundohet të thotë gjëra alarmante, por këta të dy tani, merren vesh, apo s'merren vesh, apo duan të... Doktori akuzërën, në fakt, gjatë japin dhe doktori se është shumë interesant. Doktori tha që ta të dy tha, kanë bërë marrëveshje me njëri tjetrin, për Rama me Bashën, në mënyrë që të eklipsojnë atë temën që kishim në pak sekonda më parë, për rastin Veliaj. Pra këta të dy tani njerëzit merren, se njerëzit qef duan gallat me politikanët në erë,